Skënderbeu fiton edhe ndeshjen e dytë të gjysmëfinales të play-offit me Tiranën në voleboll për meshkuj, me rezultatin 3-0, ashtu siç kishte fituar ndeshjen e parë. Seti i parë u luftua me 25-23, i dyti 25-19 dhe i treti 25-22. Pas dy fitoreve, skuadra korçare shkon finalet e kampionatit kombëtar të volebolit meshkujve, me kërkesën për të qenë kampion dhe pret kundërshtarin që do dalë nga takimi i tretë mes Partizanit dhe Erzenit. Këtë sezon Skënderbeu ja ka dalë të sjellë pasuesin e ekipit kombëtar të Kilit si dhe një diagonalist të kombëtares meksikane, të cilët bëjnë diferencë maksimale me gjithë lojtarët e ekipeve të tjera. Edhe për kapitenin e Skënderbeut, Johan Sotir, ky sezon është i skuadrës korçare. Shumë me emocione, sidomos me këtë tifozëri që na ka mbështetur. Kurse ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, për objektivat tanë. Objektivi jonë ishte futja në finale, më pas dhe synimi fitimit të trofeut kampion Shqipërie. Besoj se erdhi momenti i durshëm dhe Skënderbeu të shpallet kampion Shqipërie. Do luftojmë deri në fund në ndeshjet finale, t'japim gjithçka për këtë ekip, për këtë qytet dhe shpresoj të ngrem trofeun. Pas 2 sezonesh, Skënderbeu i trajnerit Arben Prifti ka qenë konkurrues për gjithë trofetë e Federatës Shqiptare të volebollit për ky sezon me 2 lojtarë tuaj të nivelit lartë, padyshim që skuadra për të mundur.